ndeshje. Për shkak se Orari ka qenë sfidues, por një gjë. Desha natyrisht ta komplementoj pjesën e organizimit. Çka do të thotë dallimi me organizu kampionatin botëror një shtet i vogël dhe i papërgatitur si Katari, edhe shtetet e fuqishme ose këto koalicionet e mëdha që janë të vendeve të mëdha. Shembull, unë besoj që organizimi më i mirë deri tani ndonjë kampionati botëror është ky. Shtetet Bashkuara të Amerikës, Kanadaja edhe Meksika, me infrastrukturën, me pjesën e stadiumeve, fantaziu, me pjesën e hotelerisë, me pjesën e organizimit anësor që bëhet për tifozerinë, edhe besoj që nga viti 2006, kur kampionatin botëror e kishte organizuar Gjermania, që kishte qenë për mua, ndoshta edhe për një pjesë më të madhe të opinionit publik, edhe të njohësve, si organizimi më i mirë i kampionatit botëror ndonjëherë që ka dhënë. Ky është ai që e ka përcen ato. Dhe Kanadaja ka qenë e përgatitur super. Meksika ka qenë e përgatitur, stadiumet edhe njerë po i potencoj kanë qenë fantastike. Sidomos në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, stadiumet kanë qenë. Jo vetëm Shtetet e Bashkuara të Amerikës, se dhe Aztekën e kishin bërë në mënyrë fantastike, Aztekën që e kujton. Po, të Amerikës kanë qenë një nivel pak më lartë. Kanë posë edhe lejt anal në stadium që ke mujtë me po... Stadiume me klimatizim. Të mbyllura të Kjo pjesë e organizimit ka qenë fantastike. Një pjesë tjetër që ka qalu pak është ajo e administrimit FIFA-s edhe presionit politik edhe heqja e kartonit verdh, Infantino pak... Me Trumpin, që kjo është tim që ja vim më diskutu pak. Me Trumpin që nuk ka qenë shënuar ndonjëherë. Nuk ka qenë shënuar ndonjëherë një presidenti FIFA-s. Paka shumë bëhet pjesë e lojrave politike ose presionit politik.